Komuna e Zhelinës planifikon që të aplikojnë në thirrjen e qeverisë për mbështetje të projekteve infrastrukturore për fazën e dytë të Pallatit të Kulturës. Faza e parë ka përfunduar para 2 viteve, ndërsa kryetari i kësaj komune, Blerim Sejdiu, thotë se në thirrjen që ka hapur qeveria do të aplikohet për të marrë mjete, të cilat do të jenë të destinuara për të vazhduar dhe përfunduar pjesën e brendshme të Pallatit të Kulturës në Zhelinë. Në mandatin e parë është ndërtuar Pallati i Kulturës i gjithë konstruksioni karabinas me izolim, fasadim, ngjyrosje dhe dyer dritare dhe me dysheme. Tani mandatin e dytë duhet ta fusë në funksion, që është faza e dytë dhe përfundimtare, dhe me këtë u mendoj se përsëri është një sukses i madh, se për të ndërtuar Pallat Kulturës, një si bulevard është një bisedohet për di projekte gjigante, që ju e dini se komunat rurale jo se janë të njohura me pallate kulture, ajo do jetë një qendër rinore që do jetë multifunksionale dhe unë dua që rinin mos jepet ai mesazhi dhe modeli i rinisë që rinë në kafene dhe vetëm kafene. Unë nuk jam që rinia mos kaloj aty, po në kafeneja është për gjëra të kafenes dhe për gjëra debative me kreativitete tjera intelektuale dhe performanca të artistëve, unë duhet që të ketë një vend i caktuar, se më kanë thënë çdo herë, mirë, ti ke shumë ide të mira, por a kemi ne vend të tillë? Dhe ja, kemi krijuar tani në një vend të tillë ku do të jetë një qendër e gravitetit gjithë trive dhe sidomos intelektual. Sejdiu premton se Pallati i Kulturës në Zhelinë do të përfundohet para zgjedhjeve lokale në tetor të këtij viti. Po këtë vit do të planifikoj para shpalljes zgjedhjeve lokale unë ta përfundoj projektin, për arsye se muajin e dytë kemi aplikuar, tani jemi muaj 3, në filloj ka muaj 4-5 do të nisim me realizim, se do ketë edhe një muaj na merr edhe shpallja e procedurave të prokurimit publik, që normalisht edhe ajo duhet të respektohet. Dhe u mendoj se prapë kemi kohë. Pas asaj do kemi 4 muaj tjera për të futur në funksion. Gurthemeli për ndërtimin e së njëjtës ishte vendosur në muajin shtator të vitit 2001 me mjete të TAF Maqedonisë.